Halo, Ligjetësoj, përshëndetje, si jeni? Në këtë video, ProLingua Center ka përgatitur orën. Ora në gjuhën gjermane, për shumë kursante dhe shumë nxënës, është ndër leksionet më të vështira. Arsyeja është sepse në gjuhën gjermane thuhen minutat para orës, gjë që është e kundërta me gjuhën shqipe. Gjithsesi, në këtë leksion jam përpjekur të jap shembuj sa më të qartë dhe ta bëj sa më të thjeshtë të leksion dhe orën që ju mos ta keni më problem pjesën kur ju thuhet sa është ora. Në gjuhën gjermane ne i themi wie spät ist es. Wie spät ist es. Por ka dhe një mënyrë tjetër e cila thuhet sa është ora. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Por le të kalojmë në figurën radhës. Në këtë leksion, ne do mësojmë orën në përditshmëri dhe në gjuhën gjermane quhet informel, pra jo formale, ora jo zyrtare. Në përditshmëri ne përdorim numrat nga 1 deri tek 12 për orët, të ndjekur nga pas dhe numrat nga 1 deri tek 20 për minutat. Marrim një shembull. Nëse është ora 16:20, në përditshmëri ne themi është ora 4:20 minuta ose 4:20 Nëse është ora 20, ne themi është ora 8 ose është ora 8 e mbrëmjes. Nëse është ora 3, siç është shkruar në figurë, themi është ora 3 ose ora 3 e mëngjesit. Për shembull, u zgjova në orën 3. Në përditshmëri, në takime me shoqe, kur duam të lënë një takim dhe është ditën, ne themi po shihemi pas dite në orën 6. Pra nuk themi po shihemi pas dite në orën 18, por përdorim sistemin 12 orësh. Dhe kjo duhet jetë e qartë, pasi nuk duhet të ngatrohen numrat, nëse në shembull jepen, siç janë këto 3 shembuj 16:20, duhet të lexohen ora 4:20. Le t'i marrim shembull. Orën në këtë figurë kemi marrë ora 5. Nëse në gjuhën gjermane ne duam të themi është ora 5, të themi es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Është ora 5. Uhr, U-H-R. H-ja kemi thënë edhe në leksionet e tjera që nuk shqiptohet, thjesht zgjatet kur është në mes të fjalës. Uhr, ora. Le t'i marrim me radhë. Nëse është ora 5:05 minuta, do përmendim minutat para, pastaj orën. Es ist 5:05. Es ist 5:05. Pra, 5 minuta pas 5-ës. Në këtë mënyrë shprehet gjermani. Nëse është ora 5:10, es ist 10:05. Es ist 10:05. Pra është ora 5:10. Nëse është ora 5:01, es ist 4:05. Es ist 4:05. Qerek pas 5-ës. Nëse kemi orën 5:20, atëherë gjermanisht duhet themi es ist 20:05. Es ist 20:05. Nëse ora është 5:25. Për ta shpjeguar këtë pjesë 5:25 më parë duhet të shpjegojmë 5:30. Atëherë, nëse ora është 5:30, gjermanisht ne do i themi es ist 5:30. Es ist 5:30. Është gjysma e 6-ës. 5:30, gjysma e 6-ës. Tani, le të kalojmë tek 5:25. Es ist 5:05. Es ist 5:05. Është 5 minuta para gjysmës së 6-ës. 5 minuta para gjysmës së 6-ës. E di që pjesa më e madhe do ju duket diçka absurde. Është
faktikisht pak e lodhshme për të menduar, por duke e praktikuar mësohet dhe nuk është aq problem sa që duket herën e parë ose në fillimet ora. 6:25. Gjermanisht do e themi es ist 5:30. Es ist 5:30. 5 minuta pas gjysmës së 5. Pjesa e orës 25:25, ndoshta edhe e gjysëm, është pak duhet të patur më shumë vëmendje. Por do e shpjegojmë edhe në videot, në fotot e tjera që të kemi përsëri ta fiksojmë dhe ta kemi më të qartë. Është ora 6:20. Es ist 20:06. Es ist 20:06. Është 6:20. Pra 20 para 6-ës. 6:01. Es ist 6:15. Es ist 6:15. Po ta veni re, nga krahu tjetër, kur agrepat po shkojnë drejt orës së plot, drejt orës 6, ne do përdorim vor, para. 6 pa 10. 6:10. Es ist 10:06. Es ist 10:06. Dhe 6:05. Es ist 5:06. Es ist 5:06. Nëse agrepat po shkojnë drejt 6-ës për pak në minuta, për 2 minuta, es ist kurz vor 6. Es ist kurz vor 6. 6 pa pak. Nëse do ishte 5 e pak, nga ana tjetër, es ist kurz nach 5. Es ist kurz nach 5. 5 e pak. Për të sqaruar më mirë dhe për ta pasur më mirë nga ana vizuale, kam vendosur në këtë figurë nga 1 deri tek 4. Pra kena minutat 5, 10, 15 dhe 20. Nga kjo anë, ose deri tek 4, ose deri tek minutat 20, ne do përdorim nach. Nach. Shpesh kursantët e ngatrojnë me nacht. Por është vetëm nach. Marrim orën 3. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Është ora 3. Nëse është ora 3:05, es ist 5:03. Es ist 5:03. Nëse kemi orën 3:10. Mos harroni, do përmendim më përpara minutat, pastaj orën. Es ist 10:03. Es ist 10:03. 3:01. Es ist 3:15. Es ist 3:15. Ora 3:20. Es ist 20:03. Es ist 20:03. Pra thjesht do të kujtoni që nga 1 deri tek 4 ose nga minuti 5 deri tek minuti 20 ne po mund të përdorim nach. Në figurën tjetër kam vendosur nga 11 deri tek 8, pra krahun e kundërt të orës, dhe këtu ne do përdorim vor. Nëse është ora 12 fiks, e themi es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. Por nëse ora është 12:20, fillojmë me minutat. Es ist 20:12. 20:12. 12:01. Es ist 12:15. Es ist 12:15. 12:10. Fillojmë me minutat. Es ist 10:12. Es ist 10:12. 12:05. Es ist 5:12. Es ist 5:12. Tani kemi orën e 25:25 apo e gjysën. Në rastet kur është 5:30, siç e kishim edhe tek shembulli pak më sipër,
Es ist halb sechs. Es ist halb sechs. Pra, ora ka shku 5:30 dhe gjermanisht ne do të thojmë është gjysma e 6-s, halb sechs. Ndërsa kur themi 5:25, 4:25, 3:25, duhet të kemi parasysh që krahet e nach dhe for ndrojnë në këtu. Atëherë, 5:25, es ist 5 vor halb sechs. 5 minuta para gjysmës së 6-s. Të gjithë e digën të më po, ora ja kështu, ora e vështirë. 5 vor, në momentin që dëgjoni 5 vor, duhet ta dini që është e 25. Pastaj do i vëni mendjen është halb sechs, halb sieben, halb neun. Në momentin kur themi es ist 5 nach, në këtë moment ju do kuptoni që është pa 25, ose 5:35, 6:35, 7:35, es ist 5 nach. Këtë rast, 5:35 ose 6 pa 25, es ist 5 nach halb sechs. Es ist 5 nach halb sechs. Duhet ju kujtoj edhe një herë, siç e thamë në fillim të videos, që ora që ne tani po mësojmë është ora jo formale, ose ora që përdoret në përditshmëri. Pra, sistemi 12 orësh. Nëse ne kemi orën 8:05 të darkës, ose siç e themi 25. Në përditshmëri kur komunikojmë me njëri tjetrin, ne e përdorim është ora 8:05. Dhe informel, ne do të themi es ist 5 nach 8. Es ist 5 nach 8. Nga ana tjetër, ora zyrtare, e cila është shumë e lehtë, mjafton të dini numrat shumë mirë nga 1 deri tek 60, do e përdorim në këtë mënyrë. Es ist 20:05. Pra është ora 25. Es ist 20:05. 20:05. Es ist 20:05. Le të marrim edhe shembullin tjetër. Nëse është ora 10:10 e darkës. Dhe marrim shembull, vendosim fëmijët për të fjetur. Dhe themi, "Ua, sa vonë shkoj. Shkoj ora 10:10." Pra ne nuk përdorim në përditshmëri shkoj ora 22:10. Si ta themi? Informel, jo zyrtare. Es ist 10 nach 10. Es ist 10 nach 10. Nërsa ora zyrtare, 22:10, ora zyrtare përkon edhe me orën tonë, pra mënyrën sistemin se si e themi, es ist 22:10. Es ist 22:10. Tani, si që shifni edhe në foto, kemi diellin në krah të djathtë dhe ora është 12:01. Informel. Informel, jo zyrtare, do e themi es ist 12:15. Es ist 12:15. Ndërsa zyrtare, do e themi es ist 12:15. Es ist 12:15. Rasti tjetër, përsëri ditën, kemi orën 11:20, jo zyrtare ose informel, es ist 20 nach 11. Es ist 20 nach 11. Ndërsa zyrtare, orën do themi es ist 11:20. Es ist 11:20. Le të përsërisim edhe një herë kur duam të pyesim për orën, sa është ora? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Në figurë ju keni 6 ora, të cilat ju mund t'i vendosni poshtë tyre, se si ato thuhen dhe shkruhen në gjermanisht.
kemi orën 2:05, kemi orën 12:25, kemi orën 10:10, kemi orën 10:01, 12:25 dhe orën 8:01. Në foton tjetër, ju do I gjeni të shkruar gjermanisht. Por, do ju rekomandoja që të stoponi videot dhe ta provoni vetë të shkruani këto ora. Pastaj të bëni krahasime. Tani orët I kemi vendosur dhe e kam theksuar që është ora jo zyrtare ose informel. 2:05. Es ist 5:02. Es ist 5:02. 12:25. Es ist 11:55. Es ist 11:55. Ora 10:10. Es ist 10:10. Es ist 10:10. Ora 10:15. Es ist 10:15. Es ist 10:15. Ora 12:25. Es ist 1:05. Es ist 1:05. Ora 8:01. Es ist 7:45. Es ist 7:45. Tani, në këtë figurë kemi marrë orën zyrtare. Nëse ora është 13:55, atëherë do themi es ist 13:55. Es ist 13:55. Nëse është ora 21:35, es ist 21:35. Es ist 21:35. Nëse është ora 10:10 e darkës, es ist 22:10. Es ist 22:10. Nëse është ora 10:01 e darkës, apo ora 21:45, zyrtare, ora zyrtare themi es ist 21:45. Es ist 21:45. Nëse është ora 12:25 e darkës e natës, es ist 0:25. Es ist 0:25. Nëse është ora 20:01 e darkës, 20:15 e darkës, themi es ist 20:15. Es ist 20:15. Shpresoj që me këtë video të keni marrë më shumë informacion në lidhje me orën. Ju falenderoj. Uroj që me këtë video ju të keni marrë më shumë informacion në lidhje me orën dhe ta keni disist më të qartë dhe ta keni kuptuar. Por, gjithsesi, ora duhet praktikuar dhe duhet shkruar, duhet marrë shembull disa herë që të fiksohet më mirë. E rëndësishme është që në përditshmëri gjermanët do flasin me orë të përditshmërisë, ndërsa po ashtu e rëndësishme është edhe ora zyrtare, pasi takimet ju do I keni duke përmendur orën zyrtare, pra 13:55, 15:40, pra do keni ora të tilla kur lëni takime në zyra.